Ja banori këtu poshtë kanë këtë shpinë e lartme. Po çfarë ka ndodhur? Si e morët njoftimi ose si e dëgjuat? Vetë ajo. Ara 2 natës ranë muret e jashtme kështu. Pastaj ngritëm me pa alarmante. E për qitat e sekondit dikë, vetëm ndërmat të gjitonin atje poshtë anën vete. I zoru baktit e i vati katastrofi e madhe. Me zëtora, me bjellëse, me gjitha të. Ju rrezikua jeta? Po, shpëtuan qime. Prap dhe shtëpia këtu ka dalë në ajër, po ta shikoni këtu ka dalë në ajër shtëpia. E po presu të batot në momentin me mënd. S'keni marrë asnjë orë Asgjë. Asgjë dhe nuk guxojmë të më futejnë brenda të marim diçka, të nuk guxon njëri të futet brenda. Çfarë kishit? Po shtëpia komplet, shtëpia është e re, shtëpinë e kemi të re, kemi për 3 vjet kemi mbaron shtëpinë. Ai gjitoni poshtë ka 5 vjet, 6 vjet. Po masat e marra si sa? Po zero, deri tani zero, nuk kemi as llaf, as ka kanë ardhur këtu, kanë ndodhen këtu në vendngjarje, ndodhen policia këta të bashkisë. Po nuk shikojnë ato në një llaf. Pret të marrësh në një dëshpërim? Po si s'pres? Do ndihmë nga shteti? Normale. Faleminderit.